Faleminderit, zoti kryetar, të nderuar deputet. Në datat 15 dhe 16 prill, në mënyrë simbolike, Kosova dhe Shqipëria përkujtojnë atë që mediat ndërkombëtare atëherë quajtën eksod biblik. Ishte momenti kur Serbia në 99-ën filloi të zbatonte operacionin Patkoj, ku ushtarët dhe paramilitarët serb filluan të dëbonin me dhunë shqiptarët nga shtëpitë e tyre, në mënyrë që të zbraznin Kosovën. Rreth 1 milion shqiptar u dëbuan nga shtëpitë e tyre dhe u nisën në dëshpërim të plotë rreth kufirit me Shqipërinë. Kalvari i vuajtjeve të tyre nuk do të merrte fund edhe për disa muaj, derisa Kosova të çlirohej. Mirëpo ajo çfarë ndodhi ishte më shumë se historike për të gjithë ne. Shqiptarët e Kosovës sapo kaluan kufirin, gjetën atë që ju kishte munguar për një shekull. Gjetën njëri tjetrin, gjetën mikpritjen dhe bujari. Shqiptarët e Shqipërisë në Kukës dhe të gjitha rrethet e tjera hapën shtëpitë dhe zemrat e tyre, edhe pse në kushte të një varfërie të madhe. Tragjedia, morti, dhimbja ishte e përbashkët. Ndarja 100 vjeçare nuk ishte mundur të zbehte forcën që e mban të bashkuar një këmbë, e që është lidhja shpirtërore. Natyrisht, mikpritja, bujaria dhe solidariteti njerëzor nuk janë as një dhënë natyrore e as e garantuar. Këto janë ndjenja dhe virtytet të cilat kultivohen nga njeriu, kultivohen me vetdije të plotë, derisa ato bëhen pjesë e kulturës. Çdo kombi qytetëruar përpiqet të kultivojë ndjenjat më të mira të natyrës njerëzore, të mirëmbajë ato. E një nga këto ndjenja është edhe mirënjohja për atë që ta shtrin dorën në ditët e tua më të vështira, ashtu si shqiptarët e Shqipërisë ja shtrin dorën shqiptarëve të Kosovës në ato ditë zije. Unë jam e bindur se në të njëjtën mënyrë do të kishim vepruar edhe shqiptarët e Kosovës në një situatë të ngjashme. Natyrisht, përgjatë gjithë këtyre viteve, kur ne u njohëm dhe larguam barrierat që regjimet na kishin vënë në mes për të na ndarë, e kultivuam këtë ndjenjë, mirëpo më shumë në mënyrë individuale. Unë mendoj se ka ardhur koha që tani pas 14 vjetësh, kjo ndjenjë të kultivohet edhe në mënyrë institucionale. Kosova ka institucionet e saj të lira të pavarura dhe ky kuvend vetëm gjatë këtij mandati ka mbajtur disa seanca solemne për momentet më të rëndësishme të historisë. Prandaj unë do të kërkoja sot nga kryetari i kuvendit që të organizojë një seancë solemne për të përkujtuar eksodin e përmasave biblike të pranverës së vitit 99 dhe mikpritjen shqiptare që mrekulloi botën. Faleminderit.